Amerikës, ai ka premtuar gjatë gjithë fushatës së tij elektorale që do reduktoj numrin e emigrantëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duke I cilësuar emigrantët si e keqja e vendit apo e keqja e popullsisë apo e popullit amerikan. Pra, qoftë në aspektin ekonomik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe në aspektin social të tij, duke vënë në pikpyetje gjithë atë krenari të amerikanëve për gjithë historikun e vet. Pra, duke e ngritur popullin amerikan në popullin e parë në botë dhe Amerikën një vend superfuqie e cila ishte në një gjendje të mjerueshme. Pra, kjo ka qenë gjithë thelbi I fushatës së zotit Trump, natyrisht edhe në momentin kur ka qenë 2016 në Shtetet Bashkuara të Amerikës deri në vitin 2020 ka qenë presidenti I Shtetet Bashkuara të Amerikës 2021, pra ai ka bërë të njëjtën gjë. Pavarësisht se për shqiptarët, pra në kohën që ka qenë zoti Trump, në kohën për shtetasit shqiptar, ka qenë një situatë pozitive lidhur me aspektin e liberalizimit të vizave, pra për të marrë një vizë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lehtësuar shumë procedurat. Procedurat, pra duke I dhënë një lloj prioriteti, duke qenë se ne jemi populli më pro-amerikan në botë, pra shqiptarët janë populli numër 1 I cili mbështet Shtetet Bashkuara të Amerikës, por që amerikanët e shikojnë si partner strategjik. Por, duke parë situatën, duke analizuar të gjithë veprimtarinë e atyre qytetarëve shqiptarë të cilët marrin vizë, pra vizë udhëtimi turistike, biznesi, për shkollë dhe viza të tjera, ndoshta kanë dalë në konkluzionin që kjo kategori e cila ka marrë vizë, ka abuzuar duke shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke u përpjekur që të fitoj azil, të marrë ndihmë sociale, të përfitoj, pra jo nuk e kanë respektuar një pjesë e tyre afatin e qëndrimit dhe destinacionit se po ju ndërpres to janë dhënë edhe para dhe këtu flitet për vizat për emigracion, pra të emigrimit ndoshta nuk përfshihen ato turistike. Përsa I përket aspektit të vizave për emigracion, për punë, po pikërisht një pjesë e mirë e qytetarëve shqiptarë të bëjnë. Pra, shkojnë aty si turistë dhe pastaj fillojnë procedurat për të jetuar dhe për të përfituar, pra duke parë ato aftësira ligjore, po që shumica prej tyre ka filluar dhe kjo administratë, pra administrata Trump I ka refuzuar, ndonë se ata mund të jenë përpjekur edhe në gjykat duke kryer procedurat gjyqësore në mënyrë që të qëndrojnë derisa të përfundojë procesi gjyqësor. Kështu që besoj që ky është një lajm pozitiv për amerikanët, pra për popullin amerikan, për shtetasit amerikan, për qeverinë amerikane, sepse në një farë mënyrë emigracioni e dëmton ekonomi, kur është emigracion I pakontrolluar, që do të thotë nuk merren emigrant për pozicione të caktuara pune dhe për fuqi punëtore që kërkon një shtet dhe në këtë kuptim zoti Trump thjesht po bën detyrën të cilën ja ka vënë vetes, por edhe ja u ka premtuar amerikanëve lidhur me këtë vendimarrje. Megjithatë unë pres një bashkëpunim më të fuqishëm mes shqiptarëve, duke qenë se ne jemi një popull I mençur, një popull I zgjuar, profesionist, pra jemi nder nëse ne shkojmë në një vend tjetër, qoftë edhe si emigrant,
Kështu që duhet parë këto procedura për vendin tonë, për shqiptarët. Shqiptarët janë popull punëtor, pra nuk krahasohemi fare me vende si Somalia, nuk e di vende të tjera të cilat Është Kosova, Malizi në Ballkan, Maqedonia nuk më rezulton deri tani që të jetë Serbia. Edhe Kosova është e njëjta situatë. Do të thotë ne me kosovarët jemi shqiptar, pra kur themi shqiptar për rajonin këtu që Serbia nuk më rezulton që të jetë, pasi Malizi dhe Maqedonia bashkë me Kosovën edhe ne jemi tek në këtë listë. Nuk e di se si mund të jetë hartuar lista, ndoshta kanë ndonjë problem për sa i përket dokumentacionit, trafikut dhe probleme të tilla, pra duhet të ketë një lloj analize të mirëfill, sepse është vendosur ky jemi pa ambasador jemi tani dhe pezullimi i vizave, flitet edhe për atë ligjin e famshëm që brenda 90 ditëve mund të ketë sanksione. Pra përfshirë dhe Ballkanin. Pikërisht, ndoshta kjo është masë e cila është një masë serioze, që do të thotë ndoshta administrata Trump ka një strategji të serioze për vendet e Ballkanit, dhe kur them për Ballkanin flas për vendet ku ndodhet faktori shqiptar, dhe po ta shikojmë ne kemi shqiptar në Malinezi, kemi shqiptar në Maqedoni, kemi shqiptar në Shqipëri dhe në Kosovë. Pra, ndoshta administrata Trump me këto hapa që po ndërmerr, ndoshta ka për qëllim fuqizimin e faktorit shqiptar, por që të fuqizoj një faktor, pra ta bëj faktor serioz në një vend që si është Shqipëria dhe trojet shqiptare, se gjitha këto vende që ne flasim janë vende të cilat ndodhen në trojet shqiptare, atëre kërkon që të ketë ndalesa të hemorragjisë së emigrantëve. Pra ndoshta ka një strategji konkrete që shqiptarët duhet të qëndrojnë në Ballkan si një faktor strategjik dhe një faktor bashkëpunimi me Shqipërinë, dhe ndoshta kjo vjen në këtë vazhd. Në vazhdën e një strategjie afatmesme, edhe kjo listë e cila do të dali, pra lista për sa i përket personave non grata, se amerikanët nuk mundet të bëjnë të kenë një partneritet, njerëz cilët janë të korruptueshëm, njerëz cilët nuk janë serioz, njerëz cilët nuk përfaqësojnë interesat e popullit, të cilët kryejnë çdo veprime të paligjshme në kurrizë të qytetarëve, në kurrizë të Shqipërisë dhe shqiptarëve, dhe ndoshta kjo është në vardhën e kësaj ndalese. Megjithatë duhet të presim se çfarë masash do ketë në të ardhmen. Pra do jemi në këtë frym, apo ka ardhur apo këto masa janë kundër faktorit shqiptar, kundër Shqipërisë. Unë nuk e besoj, pra gjithë presidentët që kanë ardhur në Amerikë, përfshirë edhe zotin Trump, ata kanë interesa strategjik dhe serios duke na parë ne si partner. Edhe reforma në drejtësi u hodh pra bazat, gjithë fillimi i vet ka në kohën e administratës Trump. Kështu që të gjitha ato aludimet që reformën këtu ju e kanë bërë Sorosi e tjera me radhë, më thethë thash, to janë thjesht demagogji, sepse atje nuk funksionon shteti me si këtu në Shqipëri, që jo vjen një parti tjetër dhe duke trajtuar shtetin dhe administratën me parcela. Kuptohet që çdo president që vjen ka vizionin dhe strategjinë e tij, por atje ka politika të mirëfillta nga profesionistë serioz dhe nga ekspertë të cilët janë betuar për interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ne kemi një fat madh që jemi një vend pro-amerikan, pra shqiptarët. Kjo është diçka pozitive, këtë duhet ta shfrytëzojmë, por që ta shfrytëzojmë këtë duhet që edhe drejtuesit këtu të jenë patriot, adhetar dhe të mbrojnë interesat e Shqipërisë dhe interesat perëndimore që ne kemi tashmë.